Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë, qojmë salavat e selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë edhe sot me delegacionet, pra jemi ende është dersi i tretë. Kam mendu që mundem me përmbyll me 2 derse, mirë po për shkak të numrit të shumë të delegacioneve edhe mendoj që është e dobishme t'i trajtojmë edhe t'i shtjellojmë këto ngjarje për arsye se ka të bëjë me thonë kushtimisht me gjuhën e bashkohore, me diplomacinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ka qenë raporti i tij dhe komunikimi i tij me palët e ndryshme që jo të gjithë janë takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pranu islamin. Pra, ashtu që kemi vret në ato që i kemi përmend, edhe ato që do t'i përmendim sot, pra kanë qenë rrethana ndryshme, disa kanë ardhur me pranu islamin, disa kanë ardhur edhe me synime të këqija, madje edhe me tentu me bë atentat ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, disa tjerë kanë ardhur me bë marrëveshje, jo me pranu islamin, pastaj gjatë diskutimit e kanë pranu e kështu me radhë. Prandaj vërtet gjitha këto ngjarje që po i përmendim nuk synojmë vetëm me i ditë se kanë ndodhur apo si histori, po me e kuptu se vërtet mënyra si është sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fakt ka vu do të thotë themelet e një raporti kushtimisht me thonë diplomatik me palët e ndryshme. Dhe prandaj është e rëndësishme për arsye se shteti islam, shteti profetik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte në formim e sipër, prandaj edhe këto raporte edhe këto lidhje edhe këto delegacione të cilat kanë ardhur kanë kriju forma të komunikimit mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe palëve të ndryshme në përgjithësi, atyre që kanë pranu islamin apo donin me pranu islamin apo të tjerëve, prandaj është e rëndësishme me e pas parasysh. Prandaj e shohim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kriju raporte jo vetëm predikim, pra nuk ka qenë synimi i tij mi u bë davet edhe këtu mund dal, po ka zhvillu me ta raport, pavarësisht e kanë pranu si pejgamber apo jo. Pra ka kriju me ta raport edhe ka qëndru me ta edhe kështu e ka zhvillu afërsinë me ta edhe nëse ka pas dallime edhe mos pajtime në mes tyre. Prandaj e shohim edhe drejt nga krejt ky zhvillim mund të themi që vërtet e shohim që Islami rol të rëndësishme ka pas komunikimin edhe kjo ka qenë forma dhe mënyra si është përhap islamin as se diçka tjetër. Prandaj pastaj e shohim edhe personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si është sillur me ta, pra nuk e ka ngrit veten, nuk ka dashur me tregu veten se është në një pozitë më lart se ata, edhe pse ka qenë i dërguar edhe i zgjedhur i njerëzimit, megjithatë ka qenë i thjesht, raporti o ul aty ku janë ul ata të tjerët, nuk ka kërkuar ndonjë veçanti, ndonjë respekt e kështu me radhë, pra raporti ka qenë me për ulësin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht ata a e kanë manifestu këtë respekt apo jo, me gjithë ka qenë i njëjtë. I kemi përmendur edhe javën e kaluar se si disa dhe nuk kanë pasur mirësi në raport, megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka injiru, po Allahu i Madhërisht i ka qortu. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është vret tek ai një refuzim apo një kundërshtim. Pra tregojnë edhe pjekurinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe vërtet gjitha këto na jep pra si mesazh në përgjithësi është edhe ajo çështja se vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fitoi zemrat e fisëve arabe në përgjithësi me komunikim, dhe duke ulur me ta, duke diskutuar me ta, duke shpjeguar me ta, jo me konfrontim. Prandaj edhe kjo është e nevojshme për neve me pas parasysh në situata dhe në rrethana të ndryshme, me kanë me ndërtu ura e asesi me ndërtu mure me ata njerëz
të cilët komunikojnë posaçërisht edhe nëse janë prej atyre njerëzve që ndoshta nuk janë besimtar edhe nuk mendojnë si ne, duhet të kemi mirëkuptim edhe të zhvillojmë dialog me ta në përgjithësi, ashtu që ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është e rëndësishme dhe ky është ai mesazhi që duhet me e marr nga këto ngjarje të cilat i përmendëm edhe do t'i përmendëm tutje. Delegacioni i radhës, pra i kemi përmend disa, me sa më kujtohet kanë qenë 9 delegacione i kemi përmend, kanë qenë shumë, mbi 100 i përmendin përcjellësit e sirrës, po jo të gjitha kanë pas rolin edhe përshkrimin edhe ngjarjet, mirë po ne i kemi zgjedhë disa më të rëndësishme edhe më të dobishme për ne në përgjithësi. Tash kalojmë tek delegacioni i 10, ai ka qenë delegacioni i thuhet fisit Tujib, kështu përmendet, e përmendin kryesisht të gjithë përcjellësit e sirrës, edhe Ibn Saadi, edhe Ibn Hishami, edhe Ibn al-Qayyimi në Zadul Ma'ad e përmend, për arsye se vërtet janë disa dobi që nxirren nga kjo ngjarje, prandaj edhe kam zgjedhur me e përmend këtë ngjarje. Ajo është se këta kanë qenë në fisi Tujib, kanë ardhur prafërsisht 13 veta, 13 burra, si delegacion të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe karakteristikë e tyre është që kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo që kanë ardhur besimtar, po e kanë marrë edhe zekatin me veti. Pra të përgatitur musliman kanë ardhur me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me mësu prej tij, jo me polemizu ose me bë marrëveshje me të, po kanë ardhur me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po gjithashtu edhe ja kanë pru edhe zekatin që u ka taku për atë vit. Edhe kur i ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tregohet që është gëzu për ardhin e tyre, i ka prit mirë, edhe është gëzu nga sinqeriteti i tyre edhe nga gatishmëria e tyre. Por çfarë ka bë? Nuk e ka pranuar zekatin. Edhe kjo është e rëndësishme dhe ka thonë jo, ka thonë ky zekat ju takon fukarave nga shoqënia juve. Edhe kjo është ajo e rëndësishme që duhet me pas parasysh që kuptojmë edhe aspektin fikhor, që vërtet zekati parimisht i takon shoqërisë muslimane. Me një fjalë, nëse të pasurit, po e zam konkretisht pasurit e Kosovës e dhojnë zekatin, ata meritor të atij zakati fillimisht janë banorët edhe shoqëria kosovare, jo dikush tjetër më larg. Prandaj për këtë shkak edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka marrë. S'ka thonë masi keni pru lene këtu, po ka thonë kthene me veti edhe shpërndajani të varfërve nga mesi juaj. Dhe kjo është parim, edhe kjo është do të thotë në fik përmendet edhe diskutohet edhe është shumë e qartë, edhe Muadh ibn Jabal kur e ka dërguar në Yemen, çai ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, merrja u zekatin e tyre edhe shpërndaja fukarave të tyre. S'ka thonë bire këtu, po ka thonë shpërndaja fukarave të tyre. Dhe kjo është çështja fikore. Mirë, po çështja që është e rëndësishme gjithashtu me pas parasysh, është ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka synuar me grumbullu pasuri. Dhe këtë e kemi pa në shumë situata në rrethana, posaçërisht në betejën e Hunenit, që ka pas pasuri që kur e kemi përkthy në shumë me miliona ka ardhur, po brenda një kohe caktuar e ka shpërnda tek njerëzit dhe nuk ka lënë për veti kurrë hiç. As për muslimanët e sinqert edhe të fuqishëm që kanë qenë ensarët, nuk ka lënë kurrë, pra e ka shpërndarë të terren. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ajo çfarë akuzohet se këto kërkesa ose shtrirjen që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në si udhëhesën e Arabisë ka qenë synim për me shtri pushtet ose me arrit deri tek pozita apo pasuria kështu me radhë, këto nuk janë të qëndrueshme për arsye se në asnjë rrethan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka manifestuar që don me grumbullu pasuri, atë që e ka marrë aty e ka dhënë më njëherë në anën tjetër, dhe ky ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është do të thotë ajo që ka përmendën në lidhje me këtë delegacion, edhe gjithashtu ajo që ka është e veçanta dhe Ibn al-Qayyimi posaçërisht që përmend në Zadul Ma'ad është se kanë pyet shumë. Pra kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe kanë bërë pyetje të ndryshme. Ndër ato pyetje që ja kanë bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pyet për imanin edhe për sunetin.
kështu përmendet praktikisht, e kanë pyet edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju është gëzu kësaj shumë, edhe është afru me ta për shkak të interesimit që kanë me e njoft fen ashtu që duhet. Pra kjo e kanë nxit edhe më shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me i dashur edhe me qenë afër tyre. Saqë kur bëhet një kohë e caktuar, ata kërkojnë leje për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mu kthy. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse mallëngjet, thotë e pse po doni mu kthy? Pse s'po rrini edhe pak? Me një fjalë e kanë një vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam këtë shoqëri dhe këtë interesim të kërkimit dijes edhe të mësimit, ka pas shef edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ndajt me ta. Edhe ata si në përgjigje ka thonë, oj dërguar i Zotit, kemi lanë pas veti familje dhe të afërm, edhe njerëz, na jemi 13 vjet që kemi ardhur. Edhe mezi s'po presu mu kthy për mi tregu këto që na i ke mësuti. Pra, me përcjell popullit ton atë që na i ke mësuti këtu, për arsye se ata nuk i din këto sene, kështu që po mundohemi me u kthy që sa më shpejt me i mësu popullin ton për ato mësime që na i ke mësu neve. Dhe kur e dëgjon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë interesim tyre, atëherë thotë shkoni edhe kërkon prej Bilalit me i shpërbly, me i dhënë dhurata, e kim përmend edhe në delegacione të tjera, kjo ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që si respekt ndaj njerëzve që kanë ardhur me vizitu, nuk ka dash me lan durthat. Ju ka dhënë, edhe ka dhënë të gjithë. Edhe kur jo nis ata, edhe është interesu, ka thonë, a keni marrë të gjithë dhuratat që ja u kemi nda, edhe ka thonë, ata e kanë falenderu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, po i dërguar i Zotit, të gjithë e kemi marrë, edhe interesohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë vetëm një person është që e kena lanë jashtë Medinës, është të i rujt devet me të cilat kanë ardhur, ai është duke i rujt, ai ka mbetur. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, shkoni ju, edhe kur të mrini, dërgojni edhe atë ta gëzoj me hedije. Edhe shkojnë këta njerëzit e devet edhe i thojnë ati djalosh, i ka qenë një djalosh i ri, edhe i thojnë shko të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka me të dhanë diçka, edhe ky vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë o i dërguar i Zotit, unë jam prej ata që kanë qenë pak më herët, dhe ku marr, po thotë nuk ku marr me marr dhurat. As ku marr me ndonjë synim kur gjus po du prej teje, vetëm po du me bë dua për mua. Ç'kjo do thotë synimi jam? Do më bë dua për mua, ç'kjo do thotë e mjaftu. S'po du kur gjë prej teje, as dhurat, as kur gjë, veç lutje prej teje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kjo kërkesë e bën edhe më shumë me dashur këtë njerëj, edhe thotë Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'al ghinahu fi qalbihi. E përkthimi thotë o Allah, fale këtë djalë, mëshiroje edhe bënja të pasur zemrën e tij. Me një fjalë bënja zemrën që të jetë e pasur, që mos me ndi nevojën e pasurisë edhe e ki parasysh atë joshjen nga punët e kësaj dynjaje, largoja prej zemrës. Pra atë që e kishte e ka lutë që me e forcu në atë. Edhe shkon. Edhe mas një kohë tregohet që vjen në delegacion pe të njëjtit fis, edhe gjëja e parë që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ai pyet ata, çka ishte? I pyet për këtë djalin. Thotë çka është ky, ç'a është me atë djalin që o kanë me juve? Edhe e përmend me emër, edhe ata thonë o i dërguar i Zotit, është prej djemve më të mirë që është do thotë në fisin tonë. Është një djalë që interesimi i tij pe fillimi deri në fund është veç me bë mirë, edhe domthon e kanë livduar në një grad më të lartë që mundet mu livduar në njëri. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë e lut Allahun e madhërisëm me bë me vdek çashtu i përmbledhun. I përmbledhun, edhe i kanë thonë ata i dërguar Zotit, krejt vdesum çashtu të përmbledhun. Thot i përmbledhun me një fjalë jo me zemër të shpërndar ose të joshun, për arsye se besimtari mundet në një situatë, në një rrethon, me kanë në një grad imani të fortë, apo mirë po joshet me pozit, me pasuni, me gjana të ndryshme kësaj dynjaje, edhe mundet kajherë me hup balancin, apo edhe mundet njëri me kanë i mirë, pastaj edhe mos me kanë që kanë më heret. E kjo lutje është që me e forcu që deri në momentin që vdes me kanë në këtë formë i përmbledhën. Edhe ka thonë për arsye se njeriu nga një herë joshet edhe mundet me shku në luginat ndryshme.
faktikisht lugina ndryshme nuk është për qëllim në aspektin fizik, po është për qëllim joshjet e ndryshme. Pra pasunia, pozita, familja, që apo diju në martesa, e kështu me radhë, edhe ju jep prioritet disa gjanav, edhe lën anash këtë synim që me arrit kënaqësinë e Allahut madhëshëm. Prandaj, pastaj bëhet e zën vdekja duke u marrë me atë, edhe duke qenë duke zbraps veten e tij nga hajri e Allahut madhëshëm kur ja merr shpirtin, thot, ja merr shpirtin domthonjë çashtu qysh është ai. Prandaj edhe kjo është do thot mësimi që mirëm nga vizita apo nga kjo vizitë në përgjithësi e këtij fisi tregohet për këtë djalë pra që deri në momentin e fundit që ka vdek, ka qenë në rrugën e hajrit, edhe ka qenë udhërrëfys për popullin e tij në çdo situatë dhe në çdo rrethon, posaçërisht kur ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pas njerëz që kanë dalë prej fesë dhe ju largu me pretendimin se tash nuk është gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë ai mbrojtësi për fisin e tij, domthonjë që i ka forcu edhe nuk ka lënë që dikush me deviju apo me dal nga rruga e vërtetë. Pra, ky është do thotë delegacioni i parë. Delegacioni tjetër është delegacioni i thuhet Banu Hanife. Banu Hanife ka qenë një fis që faktikisht pozicioni gjeografik është do thotë kanë jetu në pjesën e Nejdit, që i bjen ajo pjesa e tash pozita e Riyadit parafërsisht domthonë atë anë, aty ka banu dhe ka qenë fis arab, kuptohet, dhe prej tyre rrjedh edhe Musaileme që faktikisht ka pretendu se është pejgamber, pra prej këtij fisi, edhe është ai fisi që mas shumti ka ba zullum tek muslimant edhe kanë dalë prej fesë, mas që kanë ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej këtyre ka ardhur një delegacion, në mesin e këtij delegacioni, pra përmendet në Buhari ky delegacion që ka ardhur, pra është i vërtetuar qartë edhe ardhja e Musailemes te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtetohet, që ka ardhur Musaileme në fakt ka qenë prej atyre parisë fisit vetë Banu Hanife, dhe ka qenë si kryetari i fisit, udhëhesi i fisit. E ky kishte shëtit ato qendrat e asaj kohe të kulturës edhe si domthonë Romak kishte shku në Sham edhe vende të ndryshme, edhe thuhet se e kishte pranu krishterizmin. Ishte baj krishter, edhe kishte e dinte latinishtën, kishte do thotë njohuri, pra nuk ishte një njeri i thjeshtë. Edhe prandaj edhe populli i tij e respektonte jashtëmase. Domthonë kishte ngritur në një mas saqë e konsideronin sikur me qenë bret. Pra jo në nivelin e bretit, po ashtu e trajtonin. Edhe kur prej këtij fisi Banu Hanife ka qenë edhe një person që kemi përmend më herët, ka qenë Thumame ibn Athal. Edhe ky ka qenë prej udhëheqësve të fisit, i cili ju kujtohet kur ka qenë duke shku për me ba umrën, kur ka qenë i dhujtar, edhe kishte fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e zojnë muslimant edhe vendosin në xhami 3 ditë që rën i lidhun, edhe që vjente që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fol me ta, edhe i thot nëse më liron, atëherë e ke liru një njëri që ka me ta ditë për nerë, nëse më vret, atëherë dije që pe vret një njëri që ka gjak të shtrejt, për arsye se jam udhëhesi i fisi që nuk kanë me ta lënë let, nëse do në pages, atëherë veç fol për arsye se fisi jam pagun. E keni parasysh 3 ditë rend, ja ka thonë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë të lidhun në shtyllën e xhamis, e ka pa edhe në fund e ka lëshu. Edhe masi që ka lëshu, ka dalë prej Medinës, është pastru dhe ka ardhur dhe ka pranu Islamin. Apo e kemi përmend këtë ngjarje, besoj që i kujtohet edhe hoxhallar zakonisht e përmenden në dersën në ligjërata të ndryshme, e ky ka qenë pe këtij fisi, pe fisit Banu Hanife. Edhe kishin njohuri ata, kishte prej tyre që kanë pranuar Islamin, kishte prej tyre që ende nuk ishin musliman. Ky Musaileme ishte prej atyre që nuk e kishte pranuar Islamin,
edhe kur ka ardhur delegacionit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur edhe Museleme. Edhe vërtetohet që është taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po para se mu taku, ka qu do farë mesazhe që për me të pasu ty, se e ka konsideru vetën se është bajagin një njëri me pozitë që nuk është një njëri i thjesht, edhe i ka qu me një fjalë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që unë ty të pasoj, po me kushte. Cila është kushti? Që me mba me një fjalë ortak në këtë mesazh edhe në këtë ngjabë në cilën po thirrti, sikurse Musai që e ka bë Harunin. A keni para se këtë e dinte ai në librat e shejt që kishte tek krishterët, pra e kërkonte çat pozitë. Sikur që kishte çat pozitë Harunit e Musai, edhe ky me pas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që me pas një lloj barazie edhe në risale apo edhe në pejgamberi. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjon kët, vjen tek Museleme, edhe së bashku me të ka qenë Thabit ibn Qais al-Shumasi, tregohet në hadithin e Buhariut, që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka pas në dorë me vete një fletë palmës, apo një ajo kërcili i palmës që është, do thot, i fletës palmës, e ka pas në dorë me veti, kur ka ardhur tek Museleme, edhe kur e ka taku, i ka thonë për Zotin, edhe këtë me ma kërku nuk ta va. Jo më diçka tjetër. Pra po, edhe i ka thonë, ajo që ka ti po dënë, është diçka që nuk bëhet, edhe e ka refuzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me një fjalë e ka paralajmëru se kjo që ka po bën ti, edhe që po kërkon ti, ka me ta thuj qafet. Me një fjalë, domthon ka me qenë do thot një gjë e keqe për ty, dhe ka thonë ti je ai për cilin edhe kum pa ëndër. Kështu i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti je ai për cilin edhe kum pa ëndër. Abdullah ibn Abbas i tregon në këtë hadith Buhariu, thot, mas një kohe, masi që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju e dini Abdullah ibn Abbas i ka qenë djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ka qenë fëmijë. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë i ri. Edhe në shumicën e ilmit, i cili pastaj u bë dietar i sahabëve, shumicën e ilmit e ka marrë masi që ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga sahabët në përgjithësi. Edhe thot Abdullah ibn Abbas i thot, e kum taku Ebu Hurerën. Edhe i kum thonë, o Ebu Hurere, për çfarë ëndre ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu? Domthon, ku e ka pas fjalën kur ka thonë ti je ai ëndra që e kum pa domthon paralajmërim prej Allahut të Madhërisht. Atëherë Ebu Hurere i ka tregu Abdullah ibn Abbasit, edhe ai na e përcjell, thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një kohë e ka pa një ëndër që ka qenë duke fjet edhe kur oqu, i ka pa dy bylyzyk të arit në durët e tij. Edhe kur i ka pa është mërzit. Pse është mërzit? Për arsye se ju e dini, ari nuk është diçka që e mbajnë burrat. Është mërzit edhe nuk ka pas qef mi pas. Në ëndër e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur i ka pa, nuk ka pas qef mi pas. Edhe një melek i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fry ato edhe t'hiqen. Edhe i ka fry pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ato bylyzyk do thonë ju kanë hup, ju kanë hjek. Edhe thot këto dy bylyzyk janë ata gënjeshtar prej pejgamberëve të cilët do të vinë mas meje. Ka paralajmëru. E një prej tyre ka qenë Museleme, edhe tjetri ka qenë një farë El-Anazi, i cili ka me dal masi që ndron jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në anën e Medinës. Edhe kur ka thonë që ti je ai paralajmërim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka komentu ato dy bylyzyk me këta gënjeshtar prej pejgamberëve që do dalin masi që ndron jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është do thot ai hadithi që transmetohet pra në Buhari. Dhe çfarë ndodh? Kthehen këta Banu Hanife, disa prej tyre e pranën Islamin, Museleme nuk e pranën Islamin. Edhe kur kthehet atje që ndron një kohë, pastaj i shkruan letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot që ti mu dije që edhe mu është duke më ardhur shpallja. Thot pretendimi se jo më bë pejgamber, edhe thot që Zoti më ka bë, domthon, çish më thon ortak edhe së bashku me ty në
pejgamberin në të cilën ta ka shpall ty, pra ma ka shpall edhe mu. Edhe ka fillu me pretendu se edhe ati po i shpallën ajetet të ndryshme dhe suret të ndryshme, përmenden këto format surëv edhe në këta përcjellësit e sirës, edhe Ibn Hishami përmend disa sure, për shembull e ka surën e elefantit, suratul Fil, që ai do thotë e përmend që faktikisht kur si që përmendet aty el filu wal filu wa ma adraka mal filu, do o mundu me kopju që kanë zbrit ajetet e Kuranit, vetëm kanë ndryshu disa fjalë. Sikurse ka thonë që elefanti, çka është elefanti, a e di ti çka është elefanti, është do thotë që e ka një vesh të mëdheje, bishtin e vogël, në formulime shumë pa lidhje, po me pretendu se edhe unë jam pejgamber. Edhe mas një kohë, ja bjen një letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me 2 persona. Vinë edhe ja dërgojnë edhe në atë letër shumë se edhe unë jam, Zoti më ka bo ortak me ty, do thot në pejgamberi, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigj, çuditet nga kjo guxim, edhe faktikisht i vet ata 2 persona që kanë pru letrën, thot, e ju, a e besë, do mon, qka ja u mërmenja kjo? Thot, neve na e mërmenja që edhe ti e pejgamber, po edhe ai është pejgamber. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hidhrohet për këtë pretendim, edhe thot për Zotin, po të mos ishte rregulli që të respektohen korjerit, ata njerëz të cilët e bin do thot lajmin, sikur që ka qenë, atëre do të urdhëroja që ju të dy të vriteshit. E keni parasysh nga hidhrimi edhe nga mërzia për këtë pretendim të cilën e kanë bë. Edhe ja kthen letrën edhe i thotë që pushteti është diçka që Allahu i Madhërisht ja jap kujt të doj, edhe fundi do thotë do të jetë shkatërrim edhe humbje. Edhe faktikisht ashtu ndodh, mas një kohë, masi që ndron jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në luftrat e ndryshme, zhvillohet një betejë shumë e rëndë dhe shumë e vështirë, megjithatë në fund vritet, edhe siç transmetohet në disa transmetime, këtë person e ka vrarë kush? Wahshi. Ai që e ka vrarë Hamzën, domthonë thuhet që e ka vrarë Musejlemen, që tregohet domthonë që e ka një vetën një lloj lirimi nga ajo çfarë ka bë para domthonë kohën e xahiljetit kur e ka vrarë Hamzën radhiyallahu ta'ala anhu. Pra ky është do thotë delegacioni i Banu Hanifes, dhe pra e shohim që jo të gjitha delegacionet kanë pas synime të pranimit të Islamit, disa kanë pas edhe synime tjera, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka prit edhe ka pas diskutime me ta, edhe kështu ka qenë qasja e tij. Delegacioni tjetër, edhe me këtë inshallah po e përmbyllim, është delegacioni i Nejranit. I fisrit nga Nejrani, që është ma i veçanti, për arsye se këta kanë qenë të gjithë krishterë. Nejrani është një qytet që njihet edhe sot me këtë emër Nejran, që tash i bjen me qenë kufin me Saudisë dhe Jemenit, Arabi Saudite dhe Jemenit. Pra është në pozitën e Jemenit, të mund afër Jemenit në kufi. Dhe këta Arab kanë qenë të gjithë krishterë. E kishin pranuar Islamin edhe në përgjithësi shumica e delegacioneve të cilët kanë ardhur kanë qenë prej Jemenit, edhe fiset e Jemenit, shumica e tyre kanë pranuar Islamin edhe kanë qenë njerëz ma të thjesht, edhe njerëz që kanë faktikisht edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lavdëruar, ka thonë që imani është prej Jemenit, edhe urtësia është prej Jemenit. Pra ka pas një respekt veçantë, edhe kjo është fakt edhe në kohën bashkëkohore, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shohim domosdoshmë njerëzit nga kjo anë, lutim Allahun e Madhërisht që edhe këto vise dhe këto rajone të Jemenit Allahu t'i liroj, edhe t'i bëj qeta dhe t'i bëj që njerëzit jetojnë qetë për arsye se tash ka trubullira dhe ka luftra. Megjithatë, si njerëz vrejet që janë shumë njerëz të butë, edhe i njerëz dhe thotë shumë me iman të fortë. Ashtu që i ka lavdëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe atëherë, edhe tash kanë cilësi dhe karakteristika me të cilat i ka dallu apo i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Delegacioni i Nejranit kanë qenë krishterë. Edhe kanë qenë në pozicioni tyre nga aspekti i pasurisë dhe
të mirave të kësaj dunjaje kanë qenë nivele të larta, nuk kanë qenë njerëz thjesht, nuk kanë qenë njerëz që kanë pas nevojë. Edhe çka ndodh kur shteti islam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e forcoi, e ka çu një delegacion apo një grup pra një korrier, me thënë kushtimisht, te këta njerëz për mi thirrë në islam. Edhe kur ka shku ky personi në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me letër, edhe i ka thirrë ata, është taku me thënë kushtimisht atë udhëheqësin e tyre fetar, patriarkun apo priftin më të madh të tyre, me të o taku, edhe kur e ka pa atë, edhe e ka pa që po shënon që është pejgamber i Zotit, atëherë nalet edhe mendon. Ata e dinin se ka me pas pejgamber, edhe pse nuk e dinin ku edhe qysh do të vjen pejgamberi i fundit, megjithatë kanë prit, krishterët në atë kohë kanë prit, sikurse jahudit që kanë prit. Edhe çka bën ky? Ky patriarku në disa shënime thuhet që nuk ka qenë prej fiseve të Nejranit, ka qenë i deleguar prej romakëve si udhëhes fetar. Edhe këta e kanë respektuar nivelin më të lartë. Edhe çka bën ky? Ky fillon mi thirr ata udhëheqësit e fiseve të Nejranit që ishin aty banonin, edhe me diskutu me ta se çfarë me bë. Edhe fillojnë ata me ardh edhe me bisedu, edhe ky tregon kështu çka me bë, edhe ata i përgjigjen se kjo çështje ka të bëjë me fe. Ti je i thirrur për këtë gjë dhe ti vendos, edhe ti duhesh me caktuar dhe me deklaru çka me bë. Edhe ky propozon, thotë, po shkojnë edhe po e takojmë. Edhe po bisedojmë me ta dhe pekëqyrim çka po na ofron edhe çka është pretendimi i tij. Edhe bëhet një grup, në disa transmetime thuhet se kanë qenë mbi 60. Edhe prej këtyre 60-ve, 24 kanë qenë udhëheqës të fiseve. Pra ai niveli më i lartë diplomatik. Domthonë udhëheqësit, domthonë kryesorët e fiseve 24. Edhe plus njerëz të tjerë, edhe ky udhëheqësi, do thot prifti i tyre, kryesori, edhe ky me ta. Edhe e nisin këtë udhëtim edhe shkojnë, edhe kur hynë në Medinë, pas udhëtimit, para se me taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ata nalen edhe vishën me veshje shumë ekstravagante. Do thot me ari, i vendosin kryqat e tyne, do thot me ari, kapuçat me ari, zbukurime, do thot niveli që faktikisht shumica njerëzve nuk i kishin pa ato zbukurime. A e keni parasysh? Edhe këta për mu tregu se na jem dikushi me shfaq atë krenarinë e tyre, qëllimisht janë vesh me këto veshje. Edhe kur kanë shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si janë vesh ata, edhe ekstravagancën e tyre, nuk e ka pëlqy. Pra nuk e ka pëlqy këtë qasje të tyre, edhe këtë tentim që mu paraqit që na jem shumë ma lartë se ju, ose se shoqënia ju, e keni parasysh, atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e parë nuk i ka taku. Nuk i ka taku, edhe ata kanë dalë. Kur kanë dalë, janë çudit. Edhe kanë taku Ebu Bekrin, thuhet Aliun, disa prej sahabeve, edhe ju kanë anku atyre, kanë thonë çka është puna e këtij pejgamberit juaj, që edhe po lyp me u taku, edhe s'po na pranon. Atëre Aliu radiallahu ta'ala anhu thotë, ka mundësi për shkak të veshjes juaj, se jeni vesh shumë me ekstravagancë, veshnu pak më thjesht, edhe më mirë, edhe pastaj ju takon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ja ka marrë mendja Aliut, jo që e ka ditë qartë që kjo është shkaku. Edhe ditën e nesërme ata vishën pak më thjesht, pra i largojnë ato ekstravagancat që i kanë pas në vete, edhe takojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pranon me u taku me ta, edhe rrin me ta, edhe ata vendosen, kur hynë, do thotë, vendosen në xhami, në xhami, edhe aty qëndrojnë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e fal namazin e ikindis. Masi që te kry namazin e ikindis, ata hala pa fillu takimin, si duket në disa transmetime thuhet vjen koha e namazit, lutjes që ata e bojnë, edhe ata qohen edhe e realizojnë lutjen e tyre mrena në xhami. Të kthyme ka lindja. E keni parasysh, të kthyme ka lindja. Edhe sahabët tentojnë ose nuk ju pëlqen kjo çështje, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë leni. Leni do thotë edhe ata kanë zhvilluar.
kjo domon është që përmendet, tash do ta diskutojmë këtë çështje nga aspekti e fikut. Po tash po e shpjegojmë tutje çfarë kanë. Mas kësaj janë ulë dhe kanë diskutuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Diskutimi ku ka qenë në aspektin e fesë dhe konkretisht tek Isa alayhis salam. Edhe i kanë thonë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ti për Isaun je tu ful keq. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që ne kemi respekt në Isaut edhe tregon qasjen se si e besojmë në Isaun, që është do thotë i dërguar i Zotit, nuk ka qenë pejgamberi, nuk ka qenë djali i Zotit, as i afërm i Zotit, ashtu siç pretendojnë, po ka qenë i dërguar i Zotit sikurse pejgamber tjerë edhe ka thirrë në besimin e pastër e jo në diçka tjetër. Atëra ata thonë në diskutim e sipër, thonë atëra pse qysh ka mundësi me lind një njeri pa bab, atëherë kënë ka pas bab. Nëse ka lind pa bab, atëherë dikun do të me pas bab. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë pyetje nuk ju përgjigjet. Pse? Për arsye se nuk kishte shpallje në lidhje me këtë. Edhe thot këtë e shohim që Allahu i Madhërisht çka po zbret në lidhje me këtë. Edhe në këtë përgjigje zbret ajeti në surën Al Imran, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, që përkthime vërtet shembulli i krijimit të Isaut është sikurse shembulli i krijimit të Ademit. E ka krijuar Ademin prej dhejut edhe i ka thonë bëhu dhe ajo është bë. Me një fjalë, çashtu që i ka krijuar Isaun pa bab, e ka krijuar Ademin pa bab dhe pa nall. Kështu që fuqia e Allahut Madhërisht çka don është me kriju kur ti thot nisani bëhu ajo bëhet. Dhe kjo ishte përgjigja që Allahu i Madhërisht e zbret në lidhje me atë pretendimin e tyre që nëse s'pas ka bab prej njerëzve, atëherë Allahu sipas tyre, Allahu qoftë i pastër nga kjo, sipas tyre Allahu është baba i Isaut alayhis salam, që në këtë ajet e refuzohet kjo. Edhe zhvillohen debate të ndryshme, biseda të ndryshme, deri vjen në një grad kur ata refuzojnë kategorikisht kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i sfidon ashtu siç ka mësuar pejgamberi Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. I thojnë arabisht ajetul mubahala, ajeti i kërkimit do thotë të me ba be se kush është në hak. E keni parasysh mas diskutimit, mas debatit, edhe kur secili ka qëndruar në atë bindjen e tij, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka sfidu, ka thënë në rregull, hajde po dalim në një mejdan, edhe unë pe marr familjen teme, edhe ju merrni familjen e juaj, edhe veten teme, edhe ju vet, edhe po mallkojmë njëri tjetrin. Edhe po thojmë, nëse kjo që them unë nuk është e vërtet, atëherë qoftë mallkimi mbi mua edhe mbi familjen teme. Edhe ju thoni të njëjtën. Nëse kjo që ka thoni ju nuk është e vërtet, atëherë mallkimi qoftë do thotë mbi juve edhe familjen e juaj. Edhe ata fillimisht pranojnë me bë këtë farë lloj mallkimi të ndërsjellë për me ardhur deri tek e vërteta. Mirë, po mas një kohe tërhiqen, për arsye se friksohen. E u thëmë çka, nëse është e sakt kjo çka po thot ky njeri, atëherë pse mja çu vetes edhe familjes mallkimin, edhe tërhiqen edhe nuk pranojnë, edhe kërkojnë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thojmë na po futemi në mbrojtjen tonë edhe në shtetin tonë me kusht që ta paguajmë xhizjen. E keni parasysh pagesën e xhizjes, edhe kthehemi në vendin tonë edhe kemi marrëveshje mes vete. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pranon këtë, pra nuk i detyron jo me forcë, kjo është do thotë punë me dëshirë, edhe e bajnë marrëveshjen edhe fillojnë ato mu kthy. Gjatë kthimit tregohet që gjatë kthimit ai patriarku e ka pas edhe vllaun e vet me veti. Edhe këta e kanë respektuar udhëheqësat e fizikë, e kanë respektuar se ky është më i madhi edhe më i respektuar nga mesi jon. Do thotë ky fjala e tij ka qenë do thotë vendimtare në çdo send. Edhe tash kur ka dalë prej Medine, duke u kthy, ky vllau i këtij patriarkut i vjen një lloj nënçmimi, pse na mi pagu xhizje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domthon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra një lloj nënçmimi për arsye se kush jemi ne.
edhe në aspektin e pasurisë, po edhe në aspektin njerëzve kanë pas shumë, nuk kanë qenë pak njerëz. Kështu që duke ecë së bashku me vllahën e vet, i çalon diçka kali. E keni parasysh, edhe për pak rrëzohet, edhe e mallkon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ki parasysh me një fjalë sherritina do thotë kina ardhur dhe e ka mallku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me emër Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë patriarku i thot mos e mallko edhe e qorton shumë. Edhe ky vllau i tij tash çuditë thot pse me mallku, thot mos e mallko për arsye se ai është pejgamberi i Zotit. Tash ky patriarku i thot kujt? Vllaut vet. Edhe ky çuditë thot qysh, a është pejgamber për një mea? Me një fjalë befasi kjo që qysh, a është e vërtet ajo që ka thonë? Edhe ai prifti thot po, thot është e vërtet se i ka pas shaja të pejgamberisë, atëherë thot pse se pasove, pse s'na kallëzove me pasu, thot as peshe çfarë pozite kena te këta njerëz. Çfarë respekti edhe a nuk është lehtë me hub krejt këta, edhe me ra nivelin tash me shku do thot edhe mju për ul apo me një fjalë me kanë nën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe mi hub gjitha këto privilegje. Sikur ai Herakli që s'ka pas i ka dhënë përparësi më shumë kënaqësive saj dynjaje, edhe kë në atë rrethon nuk ka mujt me heq dorë. Edhe kur e ka pa vllai vet se çka ka ndodhur, çka bën në atë moment kthehet. Edhe shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e pranon Islamin. Për arsye se bindet se kjo është e sakta edhe ja u kthen shpinën njerëzve tjerë edhe bëhet musliman te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është do thot ngjarja që përmendet me Nejranin edhe me krishterët e Nejranit në përgjithësi. Çështja që është e rëndësishme me përmend në këtë rast është kjo knasia edhe mashtrimi i njerit do thot me dynja, apo e shihni, edhe pse ai e ka kuptuar qartë se është pejgamberi i Zotit dhe i ka pa shenjat në bazë të njohurive që i ka, megjithatë lakmia për pushtet, lakmia për pozitë, lakmia për pasuri, e gjana, privilegje, e kështu me radhë, nuk e kanë leju për me heq dorë nga ato edhe me pranu Islamin. Në anën tjetër, e shohim këtë vllaun e tij, kur e ka kuptuar se këtë ka qenë mashtrim prej tij, ja ka kthy shpinën vllaut vet edhe u shku e ka pranu Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër është çështja e namazit apo faljes që kanë bërë këta krishterët në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye po e përmendëm kët për shkak se posaçi në kohën bashkore nuk e di a keni dëgju apo nuk keni dëgju, është një tendencë bashkëore që me bën një lloj bashkimi të feve qiellore që i thonë, apo feve të Ibrahimit alayhis salam, al-Ibrahimia, kështu quhet, që me bë në një tempull me adhuru edhe krishterët, edhe muslimanët, edhe jahudit në një vend, do thotë adhurimi me u bë në një vend. E keni parasysh, është një tendencë bashkëkohore që edhe ka dhe pe krishterëve që japin zor, fatkeqësisht ka dhe pe disa muslimanëve që e trajtojnë vetëm pak si ma të moderume apo ma me thonë kushtimisht në gjuhën e bashkëkohore, që tentojnë me ba një lloj këso bashkimi që nuk janë shumë qartë, po synimi është do thot një lloj harmonie që në fund shkon tek ajo që masi këtë tri fet e kanë rrjedhojen prej një babe, Ibrahimit a.s. për arsye se këtë pejgamberët që i pasojnë edhe krishterët, edhe jahudit, edhe musliman janë fëmijë të Ibrahimit a.s. Atëherë duhet tentu edhe me pas një lloj bashkimin mes këtyre feve. Një nga argumentet më të forta që i përmendin është do thotë kjo gjë që është përmendur në këtë histori. Pra se krishterët janë quajtur dhe janë fal. A keni parasysh edhe thonë që si pejgamberi sallallahu ka qenë ka respektu, edhe i ka leju ata me fal, edhe nuk ka cenu, do më në tentim që edhe na nëse falemi në një vend, edhe krijojmë xhamit përbashkëta të tri feve, është do thot një lloj legjitimimi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po na e dim që Allahu i Madhërisht ka thonë çka?
wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, se xhamit janë për Allahun, nuk lejohet Allahu i madhërisht mos lut dikun së bashku me Allahun në xhami. E përgjigja ndaj kësaj ngjarje janë si vijën. E para, nëse futemi në zinxhirin e transmetimit të kësaj ngjarje, atëherë shohim që nuk është ndonjë zinxhir i fortë. Ka dobësi në vërtetim. Edhe çka kemi thënë në përgjithësi, disa herë kemi përmendur në çështjet e sirës, edhe çështjet e vërtetimit, edhe të saktësisë së tyre, çka kemi thënë, në çështje kur përmendet ngjarjet, edhe nuk ka vërtetim në ndonjë dispozite, ulemat në përgjithësi janë më fleksibil. Apo pse përmendet për shembull ngjarja kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam omshef në shpellë që e ka bë marimangja atë rjetën të shpella, a është e saktë apo nuk është e saktë, nuk është diçka shumë e rëndësishme për arsye se nuk është diçka që vërteton ndonjë dispozitë fesë, apo ndonjë namaz, apo agjerim, apo ndonjë farz, apo sunet, apo diçka. Është ngjarje, përmendet, mundet me qenë saktë, mundet me qenë edhe pa saktë, hadithi nuk është shumë i vërtetuar, edhe çka themi përmendet kështu. As nuk e mohojmë në fund tërësishme, as nuk është që thojmë në fund të plot se gjithsesi ka ndodhur. Apo edhe kemi thënë në përgjithësi në ngjarjet e sirës, kjo është do thotë metodologjia që e përdorin ulemat. Posaçërisht Ahmed ibn Hanbeli e vërteton edhe thekson kët, thotë kur është çështja halal e harami, atëherë këtu i qelëm syt mirë edhe këshyrëm zinxhirin e transmetimit. Apo a kur është në pyetje ngjarja ka ndodhur, ka shkuj, ka thonë, ka bë kështu që nuk ka të bëjë ndonjë vërtetim të ndonjë dispozite, atëherë jem më fleksibil në këtë. Apo edhe këtu nëse e përmendim si ngjarje se kanë ardhur ata që vërtetohet si kanë ardhur, po jo çdo detaj që mundet me qenë sakt, mundet me qenë edhe pa sakt, themi në ato çështje që kur dojmë vërtetu diçka, atëherë duhet i kthemi senedet. Edhe themi që nuk është që kjo ngjarje tërësisht, nuk është në Buhari edhe në Muslim. E keni parasysh, nuk është prej haditheve që ka zinxhir, ka mos pajtim në vërtetësinë e tyre, faktikisht shumica dietare vërtetojnë që është të thotë hadith mursel, pra në zinxhirin e transmetimit një person ka ra, bile në disa thunë që kanë ra dy persona, pra në zinxhir, ka shkëputje në zinxhir, megjithatë ulemat e kanë përmendur si ngjarje, jo për me vërtetu. E tash, a ka ngjarë që pejgamberi sallallahu i ka leju apo nuk i ka leju, themi që nuk është diçka e vërtetuar që me u bazu në të për me vërtetuar ndonjë dispozit sheriatike. Kjo është e para. Qartë kjo, është e rëndësishme me bë dallimin, kemi tentuar disa herë me bë do thotë këtë sqarim që me e kuptu qëndrimi dhe qasja ulemave për arsye se na jem ymet që na ka mësu ulemat posaçërisht dietarët e hadithit që për një sen që me thonë kur themi që është farz, është sunet, është halal, është haram, menjëherë do të mi kthy argumentit që është i vërtetuar. Kurse në ngjarje jemi më fleksibil. Edhe këtu vlen e njëjta. E përmendëm si ngjarje, e përmendëm si ngjarje që ka ndodhur, po mundet edhe mos me konë në formë detaje çdo detaj që ka qenë i sakt, edhe e përmendëm. Mirë, po nëse dojmë me vërtetu për të ndonjë dispozit, edhe me thonë që lejohet krishterët me adhuru Zotin mbrana në xhami, apo me adhuru Isa mbrana në xhami, me këtë ngjarje themi këtu nalo. Për arsye se ky hadith nuk e arrin graden që me e vërtetu në formë të prerë që me argumentu me të. Edhe mendoj që kjo është dallimi. E dyta, edhe nëse mundet me pas wajh, më thëmë do thotë elaborim do thotë kjo formë, themi që ka qenë momentit edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm kur kanë fillu nuk ka dashur me, pra nuk është që fillimisht i ka leju ata, as nuk kanë kërku ata kanë qenë ulur edhe në një rrethon një nqu edhe kanë bërë çat ceremoninë tash, çka kanë bërë, ju kanë lut vetëm Zotit, a Isaut, a kanë bërë kryqa, sa kanë bërë, nuk vërtetohet diçka. Pra vetë si në fut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, është çështje e momentit lej që mos me ardhë deri tek përzanja apo diçka tjetër që nga situata që të shohim se çfarë kanë për me diskutu me neve edhe a dojmë me pranu Islamin apo jo. Pra ka qenë çështje e momentit, pra jo diçka që të mirët parim për çdo situatë edhe çdo rrethon, e aq më pak
për me vërtetu ose me pretendu që kjo është do thot një piknisje për me kriju një fetë për bashkët ibrahimie, abrahamike, pithojnë, që në të me ngërthy të trija fetë, edhe krishterizmi, edhe jahudizmi, edhe islami, pra të gjitha fetë i kanë karakteristikat edhe dalimet mes vete, këtë nuk e pranojnë në formë të qartë jahudit, gjithashtu edhe musliman, po edhe krishterët i kanë pretendimet e tyre, po e tëra është një lloj tendence për me lëshu pe posaçërisht muslimant në disa parimet përgjithshme edhe me tentu me u fut në brendësinë e fesë të tyre për me ardhur deri tek legalizimi i disa seneve që atyre ju konvenojnë në përgjithësi. Pra kjo ishte në lidhje me delegacionet në përgjithësi. Nuk po du me zgjatë më shumë, janë edhe disa delegacione tjera, po sidoqoftë po ndalemi këtu, inshallah javën e ardhshme vazhdojmë tutje ku jemi pra në vitin e 9 dhe është ajo situata kur vjen koha e haxhit edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk prezenton në haxhin e vitit të 9 edhe e dërgon Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu si zavens të tij për me u realizu rituali haxhit. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju nderoft.